Eleni Furera tregon pse e mbante të fshehur origjinën e saj shqiptare. Kisha frikë se nuk do të më jepeshin mundësitë barabarta. Eleni Furera, një nga këngëtarët më suksesshëm në Greqi, ose Etleva Furera, ka folur së fundi për frikën që ndjente disa vite më parë për të folur publikisht për origjinën e saj shqiptare. Në një intervistë ajo foli ndër të tjera për arsyeën pse nuk e zbuloi që në fillimet e para publikut se është nga Shqipëria. Furera pranoi se është rritur me frikën si ajo, se nuk do kishte të njëjtat mundësi për shkak të origjinës së saj. Kur të rritesh, kjo të futet brenda dhe ke si frikë, thua, nëse jam nga Shqipëria, nuk besoj se do më jepen mundësitë barabarta. Ajo është këngëtarja më e klikuar sot në Greqi. Ky është realiteti. Në realitet nuk ishte fajim. Nëna ime më merrte qante dhe thoshte: "Mia im, çfarë të kanë bërë? Pse nuk e bërë asgjë? Në fund njerëzve nuk interesonte dhe më sollën këtu ku jam", deklaroi këngëtarja. Mëtej tregoi për njohjen për herë të parë me bashortin Alberto Botias afër 10 vjet më parë, duke shpjeguar se nuk e dinte statusin e tij profesional si sportist që luante me Olympiakos, dhe ajo tregoi historinë e njohjes së tyre.